Në thellësi të shpirtit të çdo njeriu, ekziston një thesar i padukshëm, lidhja direkte me burimin hynor të bullëkut. Prosperiteti nuk fillon nga jashtë, por nga brenda nesh, nga besimi se Zoti dëshiron të na bekojë pa kufi. Kur zemra hapet për këtë të vërtet, fillon një ndryshim i madh shpirtëror. Njeriu kupton se nuk është i krijuar për të mbijetuar, por për të lulëzuar. Çdo ditë që ai beson, energjia e tij ndryshon, vendimet e tij ndryshojnë dhe rruga para tij ndriçohet. Zgjimi i vetdijes hynore është hapi i parë drejt prosperitetit të pafund, sepse kur njeriu e sheh veten me sytë e Zotit, ai nuk sheh më kufi, por mundësi. Besimi është qelsi që hap portat e bekimeve. Nuk është një ndjenje thjesht pozitive, është një bindje pa lëkundur se Zoti po vepron, edhe kur syt nuk shohin ende ndryshim. Prosperiteti fillon në momentin kur njeriu zgjedh të besojë më shumë tek premtimet e qiellit se sa tek frika e tokës. Çdo herë që besimi zgjerohet, rrjedha hynore e mrekullive fillon të lëviz. Bota e padukshme krijon shanse, lidhje, ide dhe mbrojtje që shfaqen në kohën e përsosur. Kur njeriu thot, unë besoj, qielli përgjigjet, ja ku vjen bekimi yt. Kjo është mënyra si Zoti punon. Besimi aktivizon gjithçka. Lutja nuk është vetëm fjalë, është komunikimi drejt për drejt me krijuesin e gjithësisë. Kur njeriu lutet me zemër, jo vetëm me gojë, energjia e tij shpirtërore ngrihet në një frekuencë hynore. Në atë moment, qielli fillon të lëviz. Engjëjt lëshohen në veprim për të hapur rrugë të reja, për të larguar pengesat, për të sjellë mundësi që njeriu nuk i imagjinonte dot. Lutja nuk ndryshon vetëm situatat, ajo ndryshon njeriun. Ajo jep mendjes forcë të re, sjell qetësi dhe hap ndërgjegjen drejt bekimeve të ardhshme. Lutja është çelësi që e bën të padukshmen të dukshmen dhe e pamundurën të mundur. Prosperiteti nuk është rastësi, është përgjigja e qiellit ndaj një zemre që beson. Frika është arma kryesore e errësirës për të ndaluar njeriu të përjetojë bullëkun. Shumë njerëz nuk vuajnë nga mungesa e mundësive, por nga frika se nuk mjaftojnë. Prosperiteti hynor fillon kur frika dorëzohet te drita e Zotit. Ti nuk je i destinuar për varfëri, ankth apo dështim. Çdo frymëmarrje është provë se Zoti ka ende plane të mëdha për jetën tënde. Kur e lë zemrën të çlirohet nga frika, universi shpirtëror hap portat që dikur dukeshin të mbyllura. Bollëku fillon me një akt guximi. Të besosh se meriton më shumë. Dhe kur e beson këtë, qielli të jep shumë më tepër se ç'mendon. Çdo mendim është si një far që mbillet në tokën e shpirtit ton. Nëse mbjellim dyshim, korrim kufizime. Nëse mbjellim besim dhe mirënjohje, korrim bollëk. Mendja e njeriut është një krijuese e fuqishme. Ajo tërheq në jetë gjithçka mbi të cilën përqendrohet. Kjo është arsyeja pse Zoti na thërret të ruajmë mendimet. Ato hapin ose mbyllin dyer shpirtërore. Prosperiteti hynor nuk vjen në një mendje të dëshpëruar, por në një mendje që shet dritë edhe në errësirë. Kur një njeri zgjedh të drejtojë mendimet e tij drejt bekimeve, qielli fillon të punojë në favor të tij. Mendo me besim, fol me shpresë, vepro me guxim dhe shiko se si bekimet rriten si një fushë pafund me grur të artë. Mirënjohja është energjia më e pastër që ekziston. Ajo e afron njeriun me Zotin më shumë se çdo lutje tjetër, sepse është dëshmi e besimit edhe pa e parë ende mrekullin. Kur njeriu falenderon për atë që ka, ai aktivizon bekimet e asaj që do të vijë. Qielli reagon ndaj mirënjohjes. Engjëjt shkruajnë fjalët tona në librin e bekimeve dhe drita hynore zbret mbi zemrën që vlerëson çdo dhuratë. Edhe një gotë ujë, një frymëmarrje, një ditë e re janë dhurata të çmuara. Kur zemra mbushet me mirënjohje, rrjedha e bullëkut nuk ndalet më. Ajo hapet, rritet dhe na të imbush me të mira. Shpesh, prosperiteti nuk mungon sepse Zoti nuk dëshiron të na bekojë, por sepse diçka brenda nesh nuk është ende gati ta pranoj bekimin. Ka bariera të padukshme që ndikojnë në mënyrën si mendojmë, si reagojmë dhe si e shohim veten. Këto bariera lindin nga frika, dyshimi, mendimet negative dhe fjalët e keq shpallura që dikush ka thënë për ne në të kaluarën.
Ky është zinxhiri shpirtëror që duhet thyer. Çdo herë që thua, nuk mundem, nuk jam i mjaftueshëm, prosperiteti nuk është për mua, ti po jep forcë errësirës. Por kur deklaron me besim, unë jam i bekuar, unë jam i zgjedhur, portat e parajsës janë të hapura për mua, qielli lëviz në favorin tënd. Zoti thot, unë kam plane për të mirën tënde. Ai është gati të heqë çdo derë të mbyllur, por ai pret që ti të bësh hapin e parë në besim. Energjia e qiellit vjen drejt atij që shikon bekimin, edhe kur mjedisi rreth duket i varfër. Sot bëj këtë lutje. Zot, hiqi çdo barierë të padukshme që po më pengon të marr bekimet e mia hyjnore dhe përgatitu për një ndryshim të madh. Bekimi nuk vjen vetëm përmes lutjes. Ai vjen kur lutja bashkohet me veprimin. Ka njerëz që presin mrekulli, por që nuk hedhin asnjë hap drejt tyre. Prosperiteti hyjnor është një bashkëpunim. Zoti hap rrugën, por ti duhet të ecësh mbi të. Kur shpirtit i lind një ide, një ëndër, një dëshirë për rritje, kjo nuk është rastësi. Është sinjali i parajsës që thotë, kjo është rruga jote. Mos e lër frikën të paralizojë. Shpesh mrekullia e parë ndodh sapo ti vendos të mos kthehesh më mbrapa. Çdo hap i guzimshëm që hedh aktivizon bekime të reja. Çdo vendim i drejtë që merr është një trokitje në derën që Zoti ka përgatitur. Prosperiteti i pafund fillon me një zgjedhje të thjeshtë, të mos dorëzohesh kurrë. Sot thuaj, unë po veproj me besim, dhe Zoti po më hap dyert që askush s'mund t'i mbyll. Sepse qielli nuk i lë pas dore ata që ecin me qëllim dhe me zemër të pastër. Prosperiteti hyjnor fillon në mendje, përpara se të duket në realitet. Shumë njerëz janë të lidhur emocionalisht me varfërinë, me frikën, me shqetësimin, me mendimet e mungesës. Ata thonë, nuk kam mjaftueshëm, dhe kështu bllokojnë rrjedhën e bekimeve. Zoti nuk të krijoi për të jetuar me kufizime. Kur ja dorëzor atij mendimet e tua, ai i mbush me dritë. Ndrysho mënyrën se si e sheh veten. Ti je fëmijë i mbretit të qiellit, dhe një fëmijë mbretëror nuk jeton në varfëri. Çdo ditë thuaj me bindje, unë jam i bekuar, unë jam i mbrojtur, unë jam i përgatitur për bollëk. Shkëputu nga energjitë që të marrin fuqinë. Ankthi, prapambetja, vetdyshimi. Sepse kur zemra ndriçohet nga besimi, edhe portat e prosperitetit hapen pa pengesë. Qielli po pret që ti të zgjedhësh bollokun. Çdo vendim që merr në jetë ka një efekt shpirtëror. Vendimet e mira, të drejta dhe të guximshme janë si ura që lidhin tokën me qiellin. Ata që zgjedhin pozitivitetin aktivizojnë rrjedhën e bekimeve hyjnore. Kur zemra thot po për mundësitë, qielli i përgjigjet me mbrojtje dhe shanse të reja. Prosperiteti nuk është vetëm pasuri materiale, por edhe qetësi shpirtërore, dritë dhe lumturi të thellë. Çdo zgjedhje drejtuar nga besimi, mirënjohja dhe dashuria hap dyrë që askush nuk mund t'i mbyll. Thuaj sot, unë zgjedh rrugën e bollëkut, të shëndetit dhe të dritës së Zotit. Çdo vendimi imi do të sjellë bekim në jetën time. Në këtë moment, energjia hyjnore fillon të rrjedh, duke transformuar realitetin dhe duke të drejtuar drejt mrekullive që po të presin.